Edhe pse jemi ende në muajin mars dhe larg nisjes së sezonit turistik, qyteti i Beratit vijon të mbetet një nga destinacionet më të vizituara në vend. Turistë vendas dhe të huaj kanë zgjedhur të vizitojnë këtë qytet historik, duke dëshmuar se Berati po kthehet gjithnjë e më shumë në një destinacion turistik të preferuar gjatë gjithë vitit. Një nga pikat kryesore që tërheq vëmendjen e vizitorëve mbetet kalaja e Beratit, simboli i historisë dhe identitetit të qytetit. Në rrugicat karakteristike prej gurit dhe brenda mureve të kalas, gjatë këtyre ditëve janë parë dhjetra turistë të cilët kanë zgjedhur këtë periudhë për të shijuar më qetë monumentet dhe atmosferën autentike, pa fluksin e madh që shoqëron muajt e verës. Yeah, I'm here for this time. I was in Tirana last night and today's the first day in Berat. And in Berat, you are in the castle. How do you look in the castle? It's pretty amazing. It's pretty historical, all the architecture looks very historical and it's pretty amazing. Good. Albania. Yes, And your first impression? it's better than the photos. It's more real than the photos, and it's so unique and breathtakingly beautiful. Nature, we come from Australia, which is a big country, but this is big too, with the river and the houses. It's beautiful. Yeah, we'll definitely come back. So, where did you learn about Berat? Through my partner and just some pictures and researching and just some interesting things that we wouldn't see in other places we've been. We've travelled a lot and it was something that we wouldn't have seen before. Nga Kallaja. Keni zgjedhur sot për të vizituar Kalan e Beratit? Është për herën tuaj të parë apo vini shpesh? Jo, është herë e parë, s'kam qenë herë tjera. Edhe përshtypja juaj? Shumë e këndshme, shumë e bukur. Kryesisht për Kalan e Beratit, çfarë po themi kurioziteti ju shtu për ta vizituar? Me atë që shoh, duket që është i kala që ka pas shumë vendbanime, ka pas shumë njerëz banonin, ndryshe nga kalat e tjera. Shoh një qytet i vjetër. Operatorët turistik dhe bizneset lokale shprehen se numri i vizitorëve gjatë këtij fillim viti ka qenë i dobët, por pritet të rritet në muajt në vijim, ndërsa interesimi i turistëve dhe gjatë dimrit shesi një sinjal pozitiv për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm në qytet. Ka pasur turistë, më shumë vinë me fjalë sezoni për dimrin, ja sezoni shqiptarëve me fjalë që vinë komplet Tirana, Shkodra, Kosova, Maqedonia e Veriut. Tani ka filluar për turistët e huaj që i themi neve, tani ka shumë tajlandez, ka kines, ka jo atë fluks për shembull se ne marrim pronotime fillojmë nga marsi deri në fund të dhjetorit, me fjalë sezoni është kështu, po janari shkurti është këto 2 muajt e parë janë çik më me fjalë që le kujdon vetën në restorante qysh i thon, po. Miguel, përse doja të pyesja? Po. E justifikon? Po. Miguel, gjatë muajve të parë të vitit e justifikon punën në restoranti? Këtu je në qendrën e Beratit në Kala. Në Kalaja është destinacion turistik që o ka Kalaja, Pun, Magalemi dhe Gorica, për vende tjera po këtu po ja justifikon. Është vend i tillë që justifikon. Si janë pritshmëritë për 2026-ën? 2026 janë pritshmëri, kemi shumë pronotime nga agjenci turistike, nga këto, po gjithsesi se Shqipëria tani u bë e lirë, Shqipëria është e madhe, prapë kemi nga Turqia, kemi shqiptarë në këta, Berati është vend turistik. Do jetë blind. Pritet të jetë më mirë se vitet që kemi lënë pas, po flasim për 2025-ën, 2024-ën? 2024 që kulmi. 2025 që patëm një renie, me fjalë kishte low cost, me fjalë që nuk shpenzonin shumë turistët, nuk ishin me fjalë, nuk ishin në gjendje si të thuash, ishin low cost. Kurse 2026 jam me premisa të mira. Kjo është. Trektoni këtë në ambientet e këtu. Në ambient, unë jam banor i Kalas dhe trektoj prej 15 vitesh. Këtu në këtë vend jam kryesisht me prodhime të mia që i përket pjesës së glikovet, mjaltit, vaj tradicional Beratit dhe rakive të ndryshme, plus frutat si mbastinës. Si kanë qenë këto 2 muajt e parë të 2026? Në një pritje e mirë nuk ka qenë, por nuk mund të themi se nuk shpresojmë për më mirë, shpresojmë akoma për më mirë. E vakët ka qenë, ka pasur disa prurje, megjithse Berati më tepër e ka turizëm kulturor, dhe kështu që për periudhën që jemi, të themi jemi të kënaqur,
gënjejmë veten, por disi. Duke qenë se ju trektoni prej shumë vitesh këtu, a ka ndryshim, po themi, ky vit me vitet e kaluara, pritet që të ketë ndryshim në numrin e turistëve? Për si vjet nuk mund të them dot gjë, por duke krahasuar me vitet e kaluara, viti që kaluam ishte në rënje. Njerëz kishte shumë, blerja ishte e pakët. Shpenzimi që bëjnë turistët e ardhur, se Berati është kryesisht qytet me turizëm kulturor, ka qenë më e pakët vitin që kaluam. Por si vjet shpresojmë për më mirë. Kryesisht ata turistë që vinë edhe blejnë produktet e ty, çfarë i pëlqen? Në përgjithësi vendet lindore i pëlqejnë produktet tona, të gjithë zonave të Shqipërisë, po edhe të zonës së Beratit. Pjesa e glikove, të reçelnave, vajin e tërheqin dhe e pëlqejnë shumë për pastërtinë dhe cilësinë që ka. Të falenderoj. Gjithashtu edhe unë. Angel Koço. Faleminderit shumë.